Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Për aq vite sa do jetoni, nuk do keni më dhimbje të kockave dhe të gjunjëve, receta që ju duhet. Sipas shumë ekspertëve shëndetësor, mënyra e gabuar e të qëndruarit është ndër shkaktarët kryesor për dhimbjet e shpinës, të nyjeve dhe të këmbëve. Prandaj është shumë e domosdoshme të korrigjohet kjo dukuri me qëllim që të parandaloni komplikacionet e mëtejshme. Mirë po, fatmirësisht mjekësia alternative ose tradicionale mundëson që përmes përbërësve natyral t'i forconi kockat, gjunjët, nyjet, si dhe të eliminoni dhimbjet nga kjo pjesë të trupit. Paraprakisht vlen të theksohet se kjo recetë është vërtet efektive dhe e mahnitshme. Përbërësit që ju duhen janë 1 kg mjalt, 10 lugë gjedhe fara liri, 50 gram fara të kungujve, 5 lugë gjedhe susam, 3 lugë gjedhe rruzh të thatë, 50 gram fara lule djelli dhe 50 gram kokra gruri. Të gjitha përbërësit e lartë përmendura i futni në një tas të madh, i përzjeni mirë me produktet e vendosura në një gotë xhami. Duhet të përdorni 1 lugë gjedhe nga ky produkt para mëngjesit dhe drekës. Konsumi i këtij produkti natyral përmirëson metabolizmin, e forcon nyjet dhe kockat, zemrën, si dhe rikthen dhe përmirëson elasticitetin e ligamenteve. Kjo fal të gjithë elementëve ushqyes që ato përmbajnë. Duke furnizuar trupin tuaj me element ushqyes të rëndësishëm, atëherë do ta keni më të lehtë edhe të ndihmoni në menaxhimin e shqetësimeve që mund të lindin me kalimin e viteve. Me kalimin e kohës, përfundimisht të gjithë përballen me dhimbje të ndryshme dhe një prej tyre janë problemet e kockave dhe të kyçeve. Por ne dim disa këshilla për të ndarë me ju, kështu që mund të ruani qetësinë. Dhimbjet e kockave dhe të kyçeve nuk janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ato që tashmë kanë përjetuar ndjesinë e asaj dhimbje e dinë se kjo është pak a shumë një makth. Në disa raste njerëzit nuk janë në gjendje të ecin ose të ulen. A i dini se gjunjët mbështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit? Për këtë arsye duhet të bëni më shumë kujdes me gjunjët, dhe për t'i ardhur në ndihmë ne do ju tregojmë një recetë që shëron të gjitha problemet dhe është shumë e kërkuar. Përbërësit që ju duhen janë gjysmë filxhani vaj ulliri të ngrohtë, një copë të vogël me xhenxhefil, 2 lugë gjedhe me piper të kuq. Përzjeni përbërësit bashkë dhe më pas e masazhoni atë në vendin ku keni dhimbje. Duke masazhuar kështu do të lehtësoni komplikacionet dhe do të sillni rezultate më të mira në qetësimin e nyjeve tuaja. Prandaj sigurohuni që vazhdimisht të përdorni produkte natyrale për të përmirësuar gjithashtu edhe shëndetin e nyjeve. Është e rëndësishme që për të forcuar nyjet tuaja të konsumoni produkte sa më natyrale, të cilat do të furnizojnë trupin me vitamina dhe minerale të rëndësishme për të ndihmuar kështu edhe në menaxhimin e shqetësimeve. Për të mbrojtur kockat tuaja duhet t'i ushtoni ushqimet e pasur me kalcium, vitaminën D, të cilat trupi juaj mund t'i absorbojë, kalciumin, vitaminën C, e cila është e përgjegjshme për sintezën e kolagjenit dhe fosforit. Ndërsa plakemi, është e rëndësishme që të mbajmë shëndetin tonën më të fortë, pasi me kalimin e viteve, çdo pjesë e trupit fillon të konsumohet dhe të bjerë vazhdimisht. Prandaj, ajo që shtoni në menun tuaj ushqimore duhet të jetë sa më e vlefshme sipas moshës që keni, edhe të ndihmoni gjithashtu në shëndetin e nyjeve dhe jo vetëm. Ndaj, nga këto ndryshime lidhet edhe kockat tuaja. Ndërsa njerëzit rriten, ata natyrshëm fillojnë të humbasin masë dhe dëndësi të kockave më shpejt se sa mund të formohen indet e reja, që do të thotë se kockat mund të bëhen më të brishta dhe më të prirura për të thyer. Kjo është veçanërisht e vërtet për gratë pas menopauzës. Sipas Elizabeth Ward, gratë humbasin indet kockore me një ritëm më të shpejt gjatë 5 viteve të para pas menopauzës për shkak të rënies së nivelit të estrogenit, i cili mbron ato nga sëmundjet e kockave. Fakti është se kockat tuaja gjithashtu fillojnë të humbasin kalcium dhe minerale të tjera thelbësore me kalimin e viteve. Për fat të mirë, një dietë e ekuilibruar mirë mund të ndihmojë në këtë rast. Duke konsumuar ushqimet që janë të pasur me vitamina dhe minerale që forcojnë kockat, mund të reduktojnë rrezikun e humbjes së masës kockore dhe të gjitha rreziqet që vijnë me të. Shëndeti i dobët i kockave mund të çojë në probleme të tilla si rakitizëm dhe osteoporozë, si dhe një shans në rritje për të thyer një kock më vonë në jetë për shkak të rënies, citon dietologja Sally Stevens. Kosi, qumshti dhe djathi janë të pasur me kalcium dhe janë të mira për shëndetin e kockave.
Megjithatë, ka shumë ushqime të tjera që mund të ndihmojnë veçanërisht në shëndetin tuaj të nyjeve. Nëse doni të keni kocka më të forta, në dietën tuaj duhet të shtoni salmonin. Salmoni është ideal për drekë ose për darkë. Ky peshk nuk është plot, por në disa lëndë ushqyese mund të përmirësojë shëndetin e kockave. Salmoni është i pasur me proteina që janë kyçe në ndërtimin e indit kockor. Ai gjithashtu siguron vitaminën D, e cila trupit i nevojitet për të absorbuar kalcium, dhe ushqimi për të ruajtur indet e kockave dhe për të mbajtur kockat të mbrojtura nga thyerja. Një arsye tjetër pse salmoni është një zgjidhje e shkëlqyer sipas Taylor Stiff është se vitamina D është një lëndë ushqyese e tretshme në yndyrë, kështu që yndyrnat që përmban ky peshk ndihmojnë në trupin të përthithë më mirë këtë vitaminë. Specat. Një spec i madh i verdh përmban 342 mg vitaminë C. Vitamina C stimulon prodhimin e qelizave që formojnë kockat dhe mbrojnë qelizat e kockave nga dëmtimi. Vezët. Ekspertët thonë se fillimi i ditës me vezë të fërguar ose omlet është një mënyrë e thjeshtë për të mbrojtur kockat tuaja. Vezët janë një ushqim i rrallë që siguron një mënyrë natyrale të vitaminës D, e cila është e nevojshme për përthithjen e kalciumit nga trakti intestinal. Ndërsa vitamina D mund të absorbohet nga rrezet e diellit, shumë njerëz nuk marrin pjesën më të madhe të dritës së ditës, dhe për këtë arsye nuk marrin vitaminën D të mjaftueshme në dietën e tyre, citon Holly Clemmer. Asnjëherë mos hedhni të verdhat e vezës. Një verdh veze përmban pothuajse 100% të vlerës ditore të vitaminës K2, një vitaminë e tretshme në yndyrë që mund të stimulojë forcimin e kockave tuaja. Njerëzit e moshuar duhet të sigurohen që vitamina K2 të jetë pjesë e dietës së tyre të përditshme, për shkak që kalciumi kthehet në mënyrë adekuate në kockat e tyre. Farat e kungullit gjithashtu janë në një zgjidhje shumë e mirë. Pavarësisht nëse i kafshoni ose i vendosni në sallata, eksperti thotë se farat e kungujve janë një super ushqim që mund të kenë ndikime të mëdha në shëndetin e nyjeve tuaja. Farat e kungullit janë të pasur me magnez, me zink dhe fosfor, të gjitha mineralet e nevojshme për shëndetin e kockave. Magnezi mbështet aktivizimin e vitaminës D, e cila ndihmon në rregullimin e kalciumit dhe fosforit për të ndërtuar dhe për të mbajtur masën kockore. Zinku është i nevojshëm për përthithjen e kalciumit. Pa zink nuk mund të mbani kockat e shëndetshme. Sipas ekspertëve, farat chia janë një tjetër zgjidhje spektakolare falë përqendrimit të lartë të kalciumit dhe të magnezit. Sa më shumë ta pasuroni produktet tuaja ushqyese, aq më shumë do të ndikoni në forcimin e nyjeve. Prandaj sigurohuni që të merrni edhe një zgjidhje më të mirë duke konsumuar produktet më të mira. Patatet e ëmbla. Dy lëndët ushqyese më pak të njohura që mbrojnë kockat janë magnezi dhe kaliumi. Nëse keni mungesë të magnezit, mund të keni probleme me balancin e vitaminës D, që ndikon drejt për së drejti në shëndetin e kockave. Kalium nga ana tjetër neutralizon acide në trup që largojnë kalciumin nga kockat. Një mënyrë e shëndetshme për t'i marrë të dyja këtë lëndë ushqyese është të konsumoni patate të ëmbël pa krip. Niseni ditën me diçka të thartë. Shtoni një grapefruit në mëngjes, një frut i cili është i pasur me vitaminën C, lëndë ushqyese kjo që parandalon humbjen e masës kockore. Një grapefruit ka rreth 90 mg vitaminën C, duke ju siguruar kështu dozat që ju nevojiten për të gjithë ditën. Portokalli gjithashtu është i pasur me vitaminën C, ku vetëm një frut do të ofrojë 80 mg. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe fiqt. Nëse po kërkoni fruta që forcojnë kockat, fiqtë duhet jenë patjetër listë e pazarit tuaj. 5 fiq përmbajnë rreth 90 mg kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese të rëndësishme për kockat, si kaliumi dhe magnezi. Fiqt e thatë gjithashtu janë po aq të mirë, por ato të freskët janë më të shëndetshmit. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe fruta të thata. Kumbullat e thata pëlqejnë dhe konsumohen më shumë nga moshat e treta, por gjithashtu mund t'i konsumoni këto fruta pasi përmbajnë element ushqyes shumë të rëndësishëm për shëndetin tuaj të nyjeve. Nëse doni të forconi nyjet tuaja, atëherë pasuroni dietën sa më shumë me produkte natyrale, të cilat kanë ndikime pozitive në shëndetin e kockave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprak e ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.